A mund të ndalë një grusht malsorësh një ushtri të tërë? A mund të mbjetoj një popull kur përreth tij fuqitë e mëdha vendosin fatin e tij mbi hartë pa e pyetur askënd? Dhe a mundet një njeri i vetëm të bëhet simboli i qëndresës së një krahine të tërë? Kjo është historia e Bacakurtit, prijesit legjendar të Grudës, një emër që për shumë shqiptar mbetet pak i njohur, por që në malsinë e madhe përmendet si një burr që nuk u përkul para asnjë fuqie dhe që luftoi deri në fund për tokën e të parave. Nëse ju pëlqejnë historitë e vërteta të kombit ton, mos harroni ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu sjellim figura dhe ngjarje që meritojnë të njihen nga çdo shqiptar. Në fillim të shekullit 19, në fshatin Milesh të Grudës, lindi një djalë që askush nuk mund ta imagjinonte se një ditë do të bëhej një nga prijesit më të respektuar të malësisë. Ai quhej Kurt Gjokaj, por historia do ta njihte si Bacakurti. Në atë kohë malësia e madhe ishte një vend ku jeta nuk ishte as pak e lehtë. Malet e larta, dimrat e ashpër dhe mungesa e tokës pjellore e detyronin popullsinë të jetonte me mundime. Megjithatë, banorët e këtyre viseve kishin diçka që vlente më shumë se çdo pasuri materiale: lirinë. Gruda, Hoti, Kelmendi, Kastrati e fiset e tjera shqiptare jetonin sipas kanunit të Lek Dugaxhinit. Fjala e burrit ishte ligj. Nderi ishte mbi jetën dhe mbrojtja e tokës konsiderohej detyrim i shenjtë. Në këtë frymër rrit edhe Bacakurti. Ai mësoi që në fëmijëri se pushka nuk mbahej për lavdi personale, por vetëm kur ishte në rrezik familja, fisi dhe vendi. Kaluan vitet dhe Kurti fitoi respektin e malsorëve. Ai njihej si njeri i drejtë, trim dhe me aftësi për të bashkuar njerëzit. Pikërisht për këtë arsye, ai u bën një nga prijesit e Grudës, duke marrë përgjegjësinë për të udhëhequr fisin në kohët më të vështira, por sfidat më të mëdha sapo po afroheshin. Në gjysmën e dytë të shekullit 19, perandoria osmane po dobësohej dita ditës. Në Ballkan po lindnin shtete të reja, ndërsa fuqitë evropiane përpiqeshin të vendosnin kufi sipas interesave të tyre. Një nga shtetet që kërkonte zgjerim ishte Principata e Malit të Zi, e udhëhequr nga princi Nikola Petrović. Për Malin e Zi, territoret shqiptare të Hotit, Grudës, Plavës dhe Gucis ishin objektiv strategjik. Për banorët shqiptar, ato ishin shtëpitë e tyre, toka ku kishin jetuar brez pas brezi. Përplasja ishte e pashmangshme. Në vitin 1878 u mbajt Kongresi i Berlinit. Përfaqësuesit e fuqive të mëdha vendosën të ndryshonin hartën e Ballkanit. Pa pyetur banorët vendas, disa territore shqiptare u parashikuan t'i kalonin Malit të Zi. Ky vendim shkaktoi zemërim të madh në mesin e shqiptarëve. Po atë vit u krijua edhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit, organizata e parë gjithkombëtare që synonte mbrojtjen e trojeve shqiptare. Edhe malsorët e Grudës ju bashkuan kësaj lëvizjeje. Bacakurti ishte ndër prijesit që mbështetën rezistencën ndaj coptimit të trojeve shqiptare. Ai nuk ishte politikan dhe as diplomat. Forca e tij ishte besimi që gëzonte tek populli dhe aftësia për të organizuar luftëtarët e malësisë. Për Bacakurtin, kufit nuk vendoseshin në tavolinat e diplomatëve, por aty ku jetonin shqiptarët. Ndërkohë tensionet në kufi shtoheshin çdo ditë. Forcat malazeze kryenin her pas here inkurzione në zonat shqiptare, ndërsa malsorët përgjigjeshin me kundërsulme të shpejta. Lufta nuk zhvillohej si në fushat e mëdha evropiane. Në malsi luftohej ndryshe. Çdo shkëmb ishte fortesë. Çdo shteg njihej vetëm nga vendasit. Çdo burr ishte njëkohësisht bari dhe luftëtar. Kur vinte rreziku, fshatra të tëra ngriheshin në këmbë. Pikërisht në këtë atmosferë u zhvilluan disa nga betejat më të rëndësishme të asaj kohe. Një prej tyre ishte beteja e Rxhanicës, e njohur edhe në traditën shqiptare si beteja pranë urës së Rxhanicës.
Në pranverën e vitit 1880, forcat malazeze tentuan të deportonin në zonat shqiptare për të marrë nën kontroll territoret që pretendonin pas vendimeve të Kongresit të Berlinit. Por këtë herë përballë tyre nuk gjetën një popullsi të shpërndar, gjetën malsor të bashkuar. Në këtë rezistencë morën pjesë luftëtarë nga Gruda dhe Hoti, të udhëhequr nga prijes të njohur si Çunmula dhe Bacakurti. Edhe pse forcat malazeze ishin më të organizuara dhe më të pajisura, malsorët kishin një avantazh që nuk blihej me para. Ata luftonin për shtëpitë e tyre. Pozicionet në terrenin malor u shfrytzuan me zgjuarsi. Sulmet e befasishme, pritat dhe njohja e çdo shtegu e vështirësuan përparimin e ushtrisë malazeze. Pas luftimeve të ashpra, sulmi u zbraps. Malsorët arritën të ndalonin avancimin e ushtrisë së Princ Nikollës dhe të ruanin përkohësisht kontrollin mbi zonën. Edhe pse kjo fitore nuk e ndryshoi përfundimisht situatën politike në Ballkan, ajo tregoi se shqiptarët nuk ishin të gatshëm të dorëzonin tokat e tyre pa luftë. Për banorët e Malësisë, kjo ishte një fitore e krenarisë. Emri i Bacakurtit u përhap edhe më shumë. Në këngët popullore ai përshkruhej si prijesi që nuk njihte frikë. Në gojdhanat e Malësisë ruhet edhe një tregim i njohur, sipas të cilit Princ Nikolla kishte tentuar ta binte Bacakurtin të hiqte dorë nga qendresa duke premtuar shpërblime dhe privilegje. Sipas traditës gojore, përgjigjja e tij ishte e prerë. Toka nuk shitet. Duhet theksuar se kjo histori përcillet kryesisht nga tradita popullore dhe nuk dokumentohet në mënyrë të plotë nga burimet arkivore, por ajo tregon qartë mënyrën se si populli e kujton figurën e tij. Për shqiptarët e Malësisë, Bacakurti nuk ishte thjesht një bajraktar dhe jo vetëm një komandant. Ai ishte mishërimi i burrërisë. Ai ishte njeriu që vinte interesin e fisit mbi interesin personal. Në atë kohë, prijesit nuk komandonin nga prapa, ata ishin gjithmonë në vijën e parë. Nëse luftëtarët e tyre rrezikonin jetën, edhe ata bënin të njëjtën gjë. Kjo ishte arsyeja pse malsorët i ndiqnin me besim. Megjithatë, vitet pas Kongresit të Berlinit mbetën tepër të vështira. Diplomacia evropiane vazhdonte të ushtronte presion mbi Perandorinë Osmane për dorëzimin e territoreve. Nga ana tjetër, shqiptarët organizonin kuvende, dërgonin memorandume dhe përgatiteshin për rezistencë. Bacakurti vazhdoi të ishte një nga figurat kryesore të Grudës deri në fundin e jetës së tij. Sipas burimeve shqiptare, ai vdiq në vitin 1881. Rreth vdekjes së tij ekzistojnë versione të ndryshme. Disa rrëfime të traditës gojore pretendojnë se ai u helmua, ndërsa burime të tjera nuk japin një shkak të qartë të vdekjes. Për këtë arsye, historianët e trajtojnë këtë pjesë me kujdes, pasi mungojnë dokumente përfundimtare që ta vërtetojnë. Por një gjë nuk vihet në dyshim: emri i tij nuk u harrua. Në Malësi vazhduan të këndoheshin këngë për trimërinë e tij. Brezat e rinj u rritën duke dëgjuar historitë e Bacakurtit. Sot kur flasim për historinë shqiptare, shpesh përmendim figura të mëdha si Skënderbeu, Isa Boletini apo Ded Xholuli. Por historia e kombit nuk është ndërtuar vetëm nga emrat më të njohur. Ajo është ndërtuar edhe nga burra si Bacakurti, nga njerëz që nuk kishin shtet, nuk kishin ushtri të rregullt dhe nuk kishin mbështetje ndërkombëtare, por kishin një besim të palëkundur se toka e trashëguar nuk duhej dorëzuar. Edhe sot në Grudë dhe në mbarë Malësinë, kujtimi i tij mbetet pjesë e identitetit historik të banorëve. Nëse dhe ju mendoni se figura të tilla meritojnë të njihen më shumë, shkruani mendimin tuaj në komente. Cilin prijes të harruar të historisë shqiptare dëshironi ta sjellim në videot e radhës. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.